Ministri në detyrë i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Zveçla, ka deklaruar se Serbia përmes grupeve kriminale dhe terroriste vazhdon që të planifikojë sulme në territorin e Kosovës. Ai bëri të ditur se policia e Kosovës në bashkëpunim me KFOR-in ka gjetur 10 detonator me fitila në afërsi të fshatit Gnjezdan në Leposavić. Zveçla tha se prania dhe veprimi i institucioneve të sigurisë po mundson parandalimin e sulmeve të rrezikshme, të cilat synojnë krijimin e pasigurisë të qytetarët e Kosovës. Ai theksoi se Prishtina zyrtare nuk do të tërhiqet dhe se institucionet e rendit do të përgjigjen grupeve kriminale me vendosmëri, duke theksuar se kushtetutshmëria dhe rendi do të triumfojnë mbi çdo celulë terroriste. Serbia përmes bandave kriminale e terroriste vazhdon ende të planifikojë ndërmarrë sulme terroriste në Kosovë. Dje policia e Kosovës së bashku me KFOR-in kanë gjetur 10 detonator ndezës me fitila në afërsi të fshatit Gnjezdan në Leposavić. Shtrirja e policisë së Kosovës, prania e institucioneve tona të sigurisë, ka bërë të mundur që të tilla mjete që do të përktheheshin në sulme të rrezikshme terroriste të kapen e të shmangen apo minimizohen rastet të sulmeve të rënda që për qëllim kanë shkaktimin e dëmit, krijimin e pasigurisë dhe kësaj frikësimin e qytetarëve, por nuk ka kthim mbrapa. Policia e Kosovës e institucionet e sigurisë mbi të gjitha Republika e Kosovës është e vendosur në luftën përballë bandave të tilla kriminale, të cilave do t'i përgjigjemi ashtu siç e meritojnë, thot Zveçla në një postim në Facebook u ndan dhe foto nga vendi ku u gjetën detonatorët shpërthyes.